Deri më sot nuk e kemi ditur se preshi i kuron një problem që prek më së shumti shqiptarët. Megjithse nuk është një opsion i ushqimeve të preferuara të shumicës, preshi duhet të ketë një vend të rëndësishëm në kuzhinën tuaj dhe në dietën e përditshme. Përbëhet nga 90% ujë dhe është një element i rëndësishëm i një diete të shëndetshme, pasi përmban ushqyes të vlefshëm, antioksidantë të rëndësishëm, flavonoide, minerale, vitamina K dhe pak kalori. Studimet laboratorike kanë treguar se alium, që përmban, redukton nivelin e kolesterolit dhe ka aktivitet antibakterial, antiviral dhe antifungal, citon L-theanine. Gjithashtu, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Alin zvogëlon ngurtësimin e enëve të gjakut duke zvogëluar presionin e gjakut, penguar formimin e trompeve dhe duke ndihmuar në reduktimin e rrezikut të sëmundjeve të arterieve koronare. Falëpërmbajtjes së ekurit, preshi mund të ndihmojë në luftën kundër anemisë. Është një burim i pasur i vitaminave dhe mineraleve që janë esenciale për shëndetin tonë, pasi përmban disa vitamina vitale si acidi folik, niacin, riboflavin dhe tiamin. Është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës A dhe antioksidantëve të tjerë si karotenoidet, zeakanthin dhe lutein, vitamina të tjera esenciale të tilla si vitamina C, K dhe E. Vitamina C ndihmon trupin e njeriu të zhvillojë rezistencë kundër agjentëve infektiv dhe të shkatërrojë radikalet e lira të dëmshme. Ka sasi të vogla të metaleve si kalium, hekur, kalcium, magnez, mangan, zink dhe selenium. Konsumi i tij është shoqëruar me zvogëlimin e rrezikut të llojeve të ndryshme të shëndetit, kryesisht të zorës së trashë, gjithashtu edhe problemeve të prostatës. Megjithse nuk është një nga opsionet tuaja më të preferuara, konsumi i preshit në dietën tuaj të përgjithshme do t'i japë ndikime pozitive për shëndetin tuaj dhe do të mbajë larg komplikacionet e tij. Përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë të mira për shëndetin e syve. Kjo perime është shumë e pasur me vitaminën A, një vitaminë e nevojshme për funksionin e duhur të syve dhe për shëndetin e përgjithshëm të tyre. Preshi është gjithashtu i bollshëm në antioksidant, të cilët do të luftojnë kundër radikaleve të lira që hyjnë në trup dhe parandalojnë atë nga dëmtimi i syve. Nëse nuk parandalohen radikalet e lira, mund të shkaktojnë gjithashtu degenerim makular dhe probleme të tjera të syve që vijnë nga plakja. Vitamina A gjithashtu ndihmon në përmirësimin e shikimit dhe përmirësimin e syve gjatë natës. Preshi është një zgjidhje shumë e mirë për ta mbajtur lëkurën të pastër dhe të shëndetshme. Një numër i madh i problemeve të lëkurës shkaktohen kryesisht edhe nga dëmtimi i radikaleve të lira. Probleme të tilla, si pikat e errta, rrullat dhe të tjera, janë rezultati i dëmtimit oksidativ të shkaktuar nga radikalet e lira. Antioksidantët që përmban preshi e kthejnë atë në një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për t'u përfshirë në dietën tuaj. Preshi mban larg edhe problemet kardiovaskulare. Preshi përmban flavonoide të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e enëve të gjakut nga dëmtimet e shkaktuara nga molekulat hiperaktive të oksigjenit. Kjo është një metodë e mirë në mbrojtjen e enëve të gjakut në prodhimin e gazrave natyrore që quhen okside nitrike. Oksidi nitrik ndihmon në zgjerimin dhe relaksimin e enëve të gjakut. Një tjetër avantazh i kësaj perime është përqendrimi i lartë i folatit, i cili është në formën e tij bioaktive dhe është në të vërtetë i pranishëm në të gjitha pjesët e bimës. Preshi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për ata që kanë tension të lartë të gjakut. Kaliumi të preshit shërben si një vazodilator për minimizimin e tensionit nga enët e gjakut dhe për të siguruar rrjedhjen e qetë të gjakut nëpër arterie. Dhe me sa duket, kjo perime është një minjerë sa i takon kësaj lëndë ushqyese. Kaliumi gjithashtu ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave mes natriumit dhe luan një rol të rëndësishëm në kontraktimin e përgjithshëm të muskujve dhe të zemrës. Preshi është i mirë edhe kundër anemisë. Anemia ndodh kur trupi juaj ka mungesë të ekurit. Me konsumin e preshit rregullisht është një mënyrë e sigurt për të siguruar që trupi juaj merr hekurin e domosdoshëm për të luftuar dhe parandaluar aneminë. Te preshi gjejmë sasi të bollshme të hekurit si vitamina B, të cilat janë pararendësit e nevojshëm për sintezën e qelizave të gjakut. Preshi lufton inflamacionet.
Ai ka veti anti-inflamatore për shkak të sasive të lartë të vitaminave antioksiduese, të cilat në mënyrë efektive zvogëlojnë inflamacionin e lëkurës dhe të kockave. Kjo perime gjithashtu mund të ndihmojë në menaxhimin e problemeve të artritit. Preshi përmirëson shëndetin e kockave. Vitamina K siguron përfitimet për çdo pjesë tjetër të trupit. Marrja e vitaminës K përditëson një proteinë të quajtur oksalatin. Kjo proteinë është shumë e rëndësishme për shëndetin e kockave, duke zvogëluar rënien e dëndësisë kockore. Sigurimi i kuotës së përditshme të vitaminës K do të ndihmonte në shëndetin e indeve kockore për vitet që vijnë. Preshi është një diuretik fantastik për organizmin. Kjo perime është një diuretik natyral. Diuretik është çdo substancë që promovon rritjen e prodhimit të urinës, ndihmon në rritjen e sasive të natriumit dhe nxjerrjen e sasive të ujit të tepërt nga trupi përmes urinës. Diuretikët natyror janë të dobishëm edhe për ata individ që vuajnë nga hipertensioni, duke ndihmuar në ruajtjen e funksioneve të veshkave dhe reduktimin e akumulimit të toksinave të tretshme në ujë ose kriprave. Preshi ndihmon gjithashtu edhe në menaxhimin e diabetit të tipit 2. Preshi është një perime që ka pak kalori, po kështu edhe indeks të ulët glicemik. Kjo perime pengon aktivitetin e amilazës, i cili mbështet një sër funksionesh antidiabetike. Amilazë është ajo që thyen karbohidratet komplekse në sheqerna, gjë që shkakton hyrjen dhe rritjen e sasive të sheqerit në gjak. Ndalimi i kësaj enzime ngadalëson shpejtësinë me të cilën glukoza hyn në qarkullimin e gjakut. Prandaj preshi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj për të marrë këto përfitime të rëndësishme. Preshi mund të kultivohet gjërësisht në vendin tonë. Preshi i freskët përmban proteina, lëndë të thata, yndyrna, karbohidrate, celulozë, kripra minerale. Dhe 1 kg preshi i freskët do të ofrojë vetëm 490 kalori. Lënda kryesore minerale preshit është kaliumi, natriumi, kalciumi, magnezi, hekuri, fosfori, silikium, klori, squfuri dhe jep aromë të shijshme karakteristike gatesave të preshit. Preshi përmban më shumë sheqerna se qepa. Preshi, ashtu si dhe qepa, përmban ato lëndë që janë të nevojshme dhe të domosdoshme për ndërtimin dhe funksionet normale të trupit të njeriut. Prandaj si qepa dhe preshi futen në grupin kryesor të perimeve dhe zarzavateve që njeriu duhet i konsumojë për çdo ditë për të gjithë jetën e tij. Preshi përmban më shumë vitaminë C se sa qepa. Në 100 gram qep të njoma ose të freskëta ka deri në 30 mg vitaminë C, ndërsa për 100 gram mas preshi të njom do të gjeni ka 15 deri në 90 mg vitaminë C, që është gjithashtu e barazvlefshme me përfitime të mira të shëndetit tuaj. Preshi dhe gatesat e tij janë ushqime bazë të njeriut me vlera të gjithanshme, ushqimore, dietike dhe mjekësore. Këto produkte ushqimore shfrytëzohen nga njerëzit edhe si lëndë medikamentoze dhe profilaksi dietike dhe në mjekimin e shumë komplikacioneve të sistemit nervor qendror. Gjithashtu preshi përmban shumë karbohidrate dhe sheqerna. Por në këto gatesa, edhe preshi mund të rekomandohet ndjeshëm. Lëngu i preshit të freskët përdoret gjërësisht në mjekësinë popullore të Bullgarisë, Kinës e të tjera. Gjithashtu, preshi mund të ofrojë shumë përfitime për organizmin tuaj. Ndaj gatesat me të sigurisht që do të jenë një zgjidhje mjaft e mirë shëndetësore, përse duhet ta keni pjesë të dietave tuaja të përgjithshme. Përfshirja e preshit në dietën tuaj në mënyrë të rregullt duhet të bëhet edhe në mënyrë konstante, duke e rritur atë vazhdimisht. Ai ndihmon gjithashtu edhe në funksionit më të mirë të veshkave. Duke qenë se preshi përmban 1/8 e sasive ditore të potasit që duhet të marrë një i rritur, ajo inkurajon funksionin më të mirë të veshkave duke shërbyer si diuretik. Preshi është i shëndetshëm për zemrën tuaj. Ngrënia e preshit ka treguar se ul kolesterolin e keq dhe në të njëjtën kohë rrit kolesterolin e mirë. Kjo është shumë e rëndësishme për të parandaluar trashjen e pllakave në enët e gjakut. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.